Mirëmbrëma dashur-miq, përshëndetje të gjithëve, ju kërkoj ndjes sepse po kam problem me valën o me transmetimin, nuk e di çfarë problemi kam, po tentoj 2-3 herë të dal live dhe e kam të vështirë, shpresoj që tani të jem live. Kam një mesazh sonte për Ramën dhe për Berishën. Kam një mesazh për gjithë të portaleve, të mediave dhe të gjithë njerëzve. Kam një mesazh i cili lidhet me nevojën time për sqaruar shumë njerëz. Ka shumë njerëz të cilët janë dashamirës tanë, janë njerëz të cilët na dëgjojnë, na ndjekin, na mbështesin. Është duke u bërë një bisedë, është duke u bërë një lojë shumë e ndyrë, dhe unë kam nevojë të përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm, të cilin duhet ta mbani mend sonte, sepse do të jemi përballë një sfide shumë të fortë, do të jemi përballë një sfide e cila i tejkalon të gjitha imagjinatën njerëzore, dhe kjo për arsyeën e thjeshtë se jemi në një moment jashtëzakonisht delikat. Jemi në një moment jashtëzakonisht rëndësishëm, jemi në një moment jashtëzakonisht vendimtar. Ajo që ju shihni dhe ne shohim nuk është e njëjta gjë. Sonte kam një mesazh për Edi Ramën dhe një për Sali Berishën. Çfarë do t'u them atyre sonte dhe çfarë dua t'u përcjell atyre sonte nga lëvizja e temë? Janë ndezur 2 kore, 2 koncerte, 2 grupacione në rrjetet sociale. Dhe në Facebook, Instagram, në TikTok, të cilët shprehin ankthin dhe makthin që ka kapur Ramën dhe Berishën. Çfarë po bëjnë? Kanë ndërtuar njerëz, portale, grupacione njerëzish, të cilët kanë për detyrë të fitojnë fillimisht simpatinë tuaj, u japin mundësinë që të merren me kauza të mëdha, dhe pasi të kenë fituar simpatinë tuaj të madhe, ata i hedhin lehësit, këto hiena, i hedhin kundër nesh që të na bëjnë pisë të gjithëve dhe që të na bëjnë balë të gjithëve. Tani, fillimisht me Edi Ramën. Edi, ti e di shumë mirë që unë nuk jam idiot si idiotët me cilët ti rrethohesh, apo si idiotët me të cilët ti ke bërë aleancë, dhe me idiotët të cilët më ke thënë mua se janë idiot dhe ja ke thënë shumë të tjerë. Ti i ke qef, i ke pasion idiotët, sepse kur vetërrethohesh me idiot, ti mendon se ke superioritet intelektual. Ke disa spiona vërdallë në qarkullim, të cilët ti i ke ngritur me mediat e tua, tek kanalet e tua, tek studiot e tua dhe tek portalet e tua. Ti e di shumë mirë kush janë dhe unë e di shumë mirë kush janë. Detyra e tyre është të marrin përsipër të mbrojnë kauza të mëdha dhe pasi të fitojnë simpatinë në popull, bëjnë sikur janë kundër teje dhe kundër Sali Berishës, që të duken parimor dhe më pas ngulin thikën tek Kreshnik Osmani dhe të ngjashmit e tij për të na goditur dhe për të na hedhur balë. Edi, ti e di shumë mirë
që ne nuk jemi në nivel idiotësie sa të mos kuptojnë filmat e tua. Kjo shkolla jote. Ne merremi me gjeopolitik, e di. Ne kuptojmë se çfarë luhet në botë. Imagjino ti një piktor të mos e dim ne se çfarë loje luan ti. Spionët e ish sigurimit të shtetit që të mësojnë, thuaju, kjo që të bëni është shkollë e vjetër, është shkollë ruse dhe shkollë e Beogradit. Por është finoke, shpesh ka qenë në konkurrencë edhe me lojën, edhe me shërbimet amerikane dhe perëndimore, shpesh mund të ketë qenë edhe më e rafinuar se ata, por është shumë modeli vjetër, Edi. Ke disa zvaranik, hiena, të cilët ti i le tek sheshi Skënderbej. Këto hiena, të cilët ti i mban me buk goje, me suflaqe, me ndonjë thes miell, me ndonjë 100.000 lekësh, me ndonjë 200.000 lekësh, rinë tërë ditën tek sheshi Skënderbej dhe bëjnë sikur kanë përfaqësim të kauzave të mëdha, siç është rasti i Belerit, për shembull, apo raste të tjera të çështjeve kombëtare, dhe pastaj i hedh kundër nesh. Fillimisht, miqve dhe mikeshave të mia në Facebook, kam dëshirë t'ju përcjell një keqardhje që unë kam trajtuar këta si qenë. Qenët janë krijesa besnike, qenët janë krijesat mahnitshme, qenët janë krijesat më të mira se 90% e njerëzve. 90% ndoshta mund të jetë egzageruar, 80%, 70%. Se varet nga lokacioni, nga lagja, nga zona, nga rajoni. Qenët janë më të mahnitshëm se pjesa më e madhe e njerëzve. Sidomos njerëzit të cilët vishen me parime të mëdha. Tërhiqi këto hiena, Edi, sepse nuk ke asnjë shans. Në qoftë se ti mendon se unë kam hyrë në zgjedhje për të të shërbyer ty, je duke parë iluzion. Në qoftë se Berisha mendon se duke thënë njerëzve dhe portaleve të veta që Kreshnik Osmani i shërben Edi Ramës mund të më godas mua, jeni duke përjetu të dy iluzion. Unë e di që ju jeni të fortë, e di që jeni miliarder të dy, e di që keni shokun tjetër e keni në burg, Ilir Meta. Por, unë do ju këshilloja të mos merreni me Kreshnikun, sepse Kreshniku nuk është nga idiotët me të cilët ju jeni të rrethuar. Atë që bëni ju, sepse ju jeni komunistë të vjetër, të dy, mos e bëni me mua. Unë jam përfaqësuesi një partie politike të vogël, modeste, të re, që përpiqet dhe është kundër jush të gjithë ju. I mlodhën firma, deshët firma, i mlodhën firmat. Deshët argument që kemi pesh, ju asollëm argumentet. Tani, këto hienat që lehin, tërhiqini dhe mos bëni diversion. Sepse Edi Rama, unë as të shërbej, as kam për t'i shërbyer kur një njeriu që ka tradhtu kombin e vetë si puna jote. Aq më pak t'i shërbej Berishës, i cili ka bërë një listë humbësish. Dhe jeni bashkë.
Jeni bërë bashkë sepse hallin e keni bashkë. Dhe fakti që na sulmoni ne partit, që nuk kemi lidhje me ju, dhe ju e dini që unë nuk ju kam asnjë borxh, as ty, as Berishës. Aq më pak me vetës. Mund të jetë pjesë e betejës politike, hajde t'i ndym të gjithë, hajde t'i bëjmë pisë të gjithë, mund të jetë pjesë e strategjisë tuaj për të na goditur ne, okej, dakord, deri këtu e mbaj, por unë po ju marr këto minuta për t'ju thënë që ne ju kuptojmë se çfarë po bëni. Ne dim shumë mirë se çfarë po bëni. Dhe nuk keni shans që të na bëni ne pisë me njerëzit të cilët i financoni ju dhe bëjnë diversion. Hallin e keni të përbashkët. Ti dhe Berisha keni hallin të përbashkët. Njëri i thot njerëzve ky është i Ramës, tjetri i thot ky është i Berishës. Kuptojeni shqip edhe një herë. Nga lëvizja Adeu, kjo parti sot modeste politike, e cila është vetëm për momentin historik, kjo që po bëjmë është më e madhe se sa një parti politike. Partia politike është një instrument ligjor, juridik, i cili na jep ne mundësinë që të ecim me targa në rrugë. Ju e dini shumë mirë që ne jemi duke bërë diçka shumë më të madhe dhe shumë më të rëndësishme se partia. Miqtë e mi të cilët na keni mbështetur, na keni dhënë dorë, na keni dhënë mbështetje, na keni dhënë besim, ne ndjejmë dhimbje të forta kur disa prej jush bien pengje, bien viktima të tymnajës që prodhon Berisha dhe Rama, për të hedhur balt dhe për të bërë pis këdo që nuk rreshtohet prej tyre në rreshtin e tyre. Ju kam detyrim një shpjegim të rëndësishëm. Ju detyrohem një shpjegim të rëndësishëm. Ata që na sulmojnë janë djajt e Ramës dhe të Berishës. Rama dhe Berisha kanë një hall të përbashkët, që është t'i shpëtojnë stuhis në botën e re që po lind. Europa po shkon drejt luftës. Ballkani mund të shkojë drejt ngjarjeve shumë më të mëdha. Dhe ata duan të mbajnë veten në lojë. Po bëjnë edhe një teatr tjetër. E kanë pushtuar televizionet me lapajnë, me shehajnë, me këta, sepse ata duan që ju të besoni se ata janë në sherrë dhe në konflikt, sikur lapa është në konflikt me sherrën. Puna është që ata të jenë protagonist. Kujdes, skeçi është që ata të jenë protagonist, nuk ka rëndësi zihen, përplasen, kanë sherrë, s'kanë sherrë, për sa kohë janë në prime time dhe janë në studiot kryesore, ky është protagonizëm i sponsorizuar nga Rama dhe Berisha për lojtarët e ri, sepse duan të njëjtët lojtarë që i kanë shpik vetë, të jenë të besuar nga populli sikur janë opozitë. Adriatiku tentoi një 2-3 herë kohët e fundit të atashohej me Amerikën, e ka hëngër një shkelm nga një personazh i rëndësishëm këtu në Shqipëri, Muke Kocka e fundit shtyllës kurrizore. Dhe prej asaj dite as ka guxu me përmend Amerikën në gojë.
bërja 2-3 tentativa, filloi duke shpërndarë ca video nëpër internet, për t'i lënë njerëzve të kuptojnë se ky është njeriu i Amerikës, ndërkohë që ky është i Ramës dhe i Berishës. E ka hëngër një shkel muke kocka e fund shpinës, që i ka përvëlu aq shumë dhe prej asaj dite, ka një 2-3 javë kjo histori, ai nuk piptin më që është i Amerikës. Këto historitë me Amerikë janë bërë shumë interesante këtu në Shqipëri. Por, Edi, mos përdor metodat e Serbisë dhe të ish sigurimit të shtetit me spionët e sheshit Skënderbej, me zvaranikët dhe hienat e sheshit Skënderbej, të cilët ti i mban në suflaqe, të dalin dhe të shpifin për mua nëpër internet. Ti e di shumë mirë se kush jam unë. Edhe Berisha e di shumë mirë se kush jam unë. Edhe Ilir Meta e di shumë mirë se kush jam unë. Edhe që nuk më bën syri dritë, e dini shumë mirë. Edhe arsyen përse nuk më bën syri dritë nga ju, e dini shumë mirë. Unë ju ftoj përpara se t'ju vi hataja e madhe që do t'ju shkatërroj plotësisht. Ju ftoj të hiqni dorë nga shpifjet, sikur unë i shërbej Edi Ramës, apo sikur unë i shërbej Sali Berishës. Unë ju kam takuar të dyve në kohëra të ndryshme, në epoka të ndryshme, e kuptova që jemi bashkë, kuptova që jemi vetëm ne shqiptarët, dhe po bëjmë një betejë. Nuk kemi fuqi ta ndalni atë që po vjen. As ti Edi dhe as Berisha. Dhe ju e dini shumë mirë çfarë po ju them, sepse me secilin prej jush jam ulur veç e veç në kohëra të ndryshme dhe ju e dini shumë mirë se sa kuaj fuqi jam unë. Dhe kur them kuaj fuqi, nuk do të thot para, dhe ju e dini shumë mirë çfarë po them. Do të thot diçka tjetër shumë më të rëndësishme se paraja. Paraja është pislëku i kësaj bote. Është gjëja më e pisët dhe më e parëndësishme e kësaj bote. Në një sekond mund të kesh aq para sa si ke pas në 10 jetë. Por janë disa gjëra të tjera, të cilat ose i ke, ose nuk i ke. Ose i ke patur dhe i ke humbur. Kemi 2-3, po ta bëj më shumë, po ta afroj pak më shumë, Edi. Ke 2-3 hiena, të cilët bëjnë sikur të përfaqësojnë. Rinë tek sheshi Skënderbej, bëjnë video virale dhe shpifin për Kreshnik Osmani. Ke dhe 2-3 lehës të mëdhej, të cilët rinë në studio dhe janë protagonistë, që flasin kundër kabalës dhe kundër dhe për leshjen e sqetullave të UFO-ve, duhet t'i ndalosh me njëherë, Edi, të shpifin për mua, sepse po të përfaqësojnë ty me shkollën e shpifjeve të Beogradit dhe të anti-shqiptarisë. Ti e di shumë mirë, Edi, që unë nuk jam i Berishës. E kam takuar Berishën? Po, e kam takuar. A i kam thënë mesazhe Berishës, i kam thënë, i kam publike aty. Të kam taku ty, po të kam taku dhe ty. E kam taku dhe Ilir Metën shumë vite përpara. I kam takuar të gjithë, i njohën gjithë.
Ti Edi e di shumë mirë që unë nuk jam i Sali Berishës. Dhe ti, Sali Berisha, e di shumë mirë që unë nuk jam i Edi Ramës. Keni shumë keq që merreni me mua, sepse duhet këtë kohë ta shpenzoni për t'u marrë me hallet tuaja të mëdha që ju presin. Në ditët dhe në javët në vijim. E dini shumë mirë se sa hallet të mëdha ju presin. Merruni me ato halle, nuk jam unë ai për problemi juaj. Edi ndali shpifësit. Sali Berisha ndali edhe ti shpifësit e tuaj dhe lehtësit e tuaj. Unë nuk jam as i këti, as i ati dhe ju e dini shumë mirë këtë. Dola në zgjedhje vetë, do provojmë vetën, do provojmë nëse ky popull është gjallë apo ka vdek, po e adolëm dhe jam i sigur që do e dalim, sepse e pam tek firma, do vazhdojmë betejën përpara me formën që dim ne dhe që nuk ju a kemi thënë akoma. E pam që Shqipëria është e braktisur, është e shitur dhe është e tradhtuar nga miqt e saj, ne nuk kemi më që t'i bëjmë këtij populli, sepse populli është i gjithë i Big Brother. Unë nuk e di se qa bëni ju këtu, për shembull, nuk e di sa veta jemi live këtu. Ja ta shoh. Sa që kemi 41 veta. Shpar ishim 17, tash 41 e di. Populli është Big Brother. Populli është në krizë. Populli është në koma. Populli po tretet. Populli po zhduket. Populli ka interes. Kush palloi kë? Kush bëri seks me kë? Kush ndau kë? Kush u martu me kë? Kush i hyri në batanie? Kush i hyri poshtë çarçafit? Kë zuri dashnore? Dhe populli, edhe pse është në krizë, nuk kemi bërë ndërmend ta braktisim, sepse kriza është e tmerrshme. Më shkrujtë një 4 veta shparë në mesazh. Çdo ti që bë live tani ka Big Brother. Me prit ne të mbaroj Big Brother dhe emisionet e këtyre ka mbaru pu Shqipëria. Të konkludoj. Ata që na mbështesin, ata të cilëve u detyrohemi jetën dhe u kemi borxh jetën, ata që nuk na kanë braktis për asnjë ditë, ose kuptojeni lojën, ose ne nuk mund të themi dot më shumë se kaq. Ose kapemi mesazhin, ose ne nuk flasim dot më shumë se kaq. Në qoftë se hidhni dyshime mbi këtë që po bëjmë, ne ndjejmë dhimbje të forta. Duhet të dyshosh pa diskutim, deri në fund, por vini re në ditët në vijim, kur do të filloj edhe kasaphana e madhe. Do të ashpërsohet shumë lufta, shpifjet, pluhuri, zifti, plehrat
dhe do të jetë një luftë jashtëzakonisht agresive. Nuk kemi kohë të shpenzojmë për ta. Edi dhe Sali Berisha, mos shpenzoni kohë duke shpifur për ne, por shihni hallet tuaja, sepse janë hallet të mëdha dhe po vinë në drejtim nga drejtimi i ditur në kohë të paditur. Bëuni gati për të gjitha. Mos u merrni me ne. Dhe ju dashur miq, mos e harroni kur një rregull i cili nuk duhet ta shkulni kur nga mendja. Çdo njeri, edhe Kreshnik Osmani po ta shih, i cili bëhet hero tek mediat e tyre, tek portalet e tyre, tek prime time-et e tyre, dhe projektohet si hero nga të njëjtat gjirize të cilat projektojnë zhdukjen e këtij kombi nëpërmjet ruajtjes establishmentit Rama Berisha. Luajeni mirë, sepse bëhen heroj, krijohen heroj, dhe këta herojt, pasi ju i keni besuar, vinë për të ngulur shiringën e helmit tek qafa jote. Kjo është skem e vjetër sa bota. Kjo është skem e të gjitha shërbimeve sekrete. Formojnë figura, por kjo luaja e Beogradit është shumë e vjetër. Është lojë ruse, metodë ruse. Krijojnë figura, ndërtojnë personazhe, i shkëlqejnë, i pudrosin, i nxjerrin pranta, amani mend ju se çka ka qenë Erion Veli. Amani mend si e ngritën Erion Veli. Këta që merren patriotizma, nacionalizmi, adeu, kombi, mirësia, këta, unë nuk paragjykoj asnjë. Ama luajni mirë të gjithë. Sepse këta e bëjnë golin një herë në 5 vjet, ose një herë në 10 vjet. Këta luhen me kujdes. Rriten si hienat dhe si rreqebujt, me kujdes i rrit sistemi. I mbajnë, i ushqejnë, u hedhin nga një kock, i bëjnë të famshëm, i bëjnë të besueshëm, u japin like, u japin komente, i nxjerrin, i publikojnë, dhe kur jep sistemi urdhër, ata ju angullin shiringën e helmit mu në qafë. Dhe ju bini për dhe në sekundë. Do t'jetë një luftë shumë e ashpër, sepse hallet e tyre janë të mëdha. Fokusi jonë. Nisim rrugtimin për takimin e njerëzve deri në derë. 00355 67 20 41361 WhatsApp. Bashkohu me lëvizjen Adeu, bashkohuni ju vullnetarët që do të vini me ne derë në derë, dhe ju të cilët doni të na mbështesni me çdo lloj gjëje që keni mundësi. E kemi edhe të komenti i parë i pinuar për të mbështetur lëvizjen Adeu. Keni linkun aty. Ju përshëndes të gjithëve. Ju falenderoj nga zemra për gjitha. Ju uroj javë të mbarë në vijim, bëhuni gati për lajme të mëdha. Bëhuni gati për zhvillime të mëdha. Janë më të mëdha se të gjithë. Dhe kujdes, kur të dëgjoni shpifje nga renegatët e sistemit, nga renegatët e ish sigurimit shtetit, nga renegatët e shitur të këtij vendi, ju lutemi shumë, mos hidhni pështyma mbi gjakun ton, sepse në momente caktuara
ne jemi njerëz, si kur ju kemi mish dhe kemi gjak. Mund edhe të na humbisni një herë e për gjithmonë. Dikush për jush mund thotë nuk kemi humbë një gjë të madhe. Mos I vrisni luanët e popullit tuaj, se do ju shqyje hienat e armiqve tuaj, ka thënë një buri mosh. Edhe një herë, mos I vrisni luanët tuaj, sepse do ju shqyje hienat e armiqve tuaj. Bëhemi gati për surprizën e madhe, për versionin A, versionin B dhe C, për zgjedhje, për pas zgjedhje, dhe të bëhemi gati për fortunën e madhe. Ju përqafoj gjithëve, te komentet dua opinionin tuaj për gjithçka, dhe të na mbështesni sepse nuk ka më kohë. Ne kemi dalë në terren, tani do të zbresim fush. Mos kini frikë. Mos kini as më të voglin hezitim që do të dëgjoni lajme të mëdha shumë shpejt. Kaq për sonte detajet rrugës, ju përqafoj gjithë. Natën e mirë, ridëgjohemi nesër shpejt.